Ju e dini si gjithmonë që çka ka trend showbiz është një ndër rubrikat më të dashura për mu si Albin, sepse mundohemi gjithmonë me qenë në hap me kohën me personazhet për me I pyet se çka janë të punu, ma jep një prononcim kur do dal projekte gjitha këto. Veçanti janë zoom që nuk do të ndroj asnjëherë, do të jetë lajmi I shpejt, lajmi korrekt dhe mbi të gjitha prononcimet e dinjitetshme që ashtu siç neve na tregojnë ja u transmetojmë edhe juve. Në vazhdim rubrika Çka ka trend showbiz, e nga unë Albina deri të premten tjetër, vazhdoni të qëndroni me në Zoom. Prilli ka filluar fuqishëm për disa nga artistët vendor. Publikuan projekte të reja, por disa janë në përgatitje të këngëve që shumë shpejt do I bëjnë publike. E nisi me Thana nga Tajna, një prurje e re që arriti të pëlqet nga krejt masa. Këtë dëshmojnë edhe shifrat e klikimeve në YouTube. Për tekstin si zakonisht të përkujdesve Dorentina, kurse producent është Mixej. Baba rikthan geti në skenën muzikore, aje ka njoftuar që së shpejti madje do të vi edhe me albumin e ri, e është plasuar kënga e pare këtij krijimi që fansat mezi e pritën. Baba vjen me tekst nga vetë getoare. Incizimin, miksimin dhe masterizimin e ka realizuar Big Deal Records, për anën vizuale u kujdes Fat Gjakova nga Dili Studios. Luizelli po vazhdon të jetë aktiv me këngë të reja. Tekstin e 2 fjale ka shkruar Ergida Bahja dhe Genti Miftaraj. Ky fundit e bëri edhe muzikën. Përndryshe, prurja e re ishte zhanrit balad, gjë që po I përshtatet më së miri vokalit të fituesit të edicionit të 2 të Big Brother VIP Albania. Nëse kisha mujt me zgjedh më mirë, do ta kisha shprehu një dëshirë. Një duet që mori vëmendje të madhe qysh prej kohës kur është paralajmëruar ishte padyshim Eli Malaj dhe Ronela Hayati. Dashnia e fundit është shkruar nga vetë Ronela, e cila bëri dhe melodin. Producent është Apollo, ndërsa ana vizuale u realizua nga Full Moon Production. Eli Malaj është aktualisht më e kërkuara sa I përket bashkëpunimeve. Pas dashnie e fundit, ajo dhe Angela Peristeri sollën sonte, këngë kjo me tekst nga vetë Peristeri, kurse muzika dhe orkestrimi janë realizuar nga Erkenc Hyka. Ana vizuale u vizualizua nga Max Production. Këtë herë nuk kemi diçka të re nga projektet muzikore të Edona Lalloshit. Ajo zyrtarisht është regjistruar si deputete në Kuvendin e Kosovës dhe ka premtuar se do të jap maksimumin e saj për vendin dhe komunitetin artistik. Unë jam shumë e lumtur, sot është një ditë e jashtëzakonshme për mua dhe familjen time. Do të presim ditët në vazhdim, përgjigje për momentin tjetër nuk kam. Do të mundohem maksimalisht me dhënë kontributin për vendin tim, artin, kulturën në përgjithësi, ka thënë ajo. Nuk ka kusha 18 prilli do të jetë data kur Leo do vi me një surprizë për fansat e tij. Këtë ka bërë të ditur vetë ai duke publikuar këtë video në rrjetin social Instagram. Katile tash shuj shuj, 18 prill në ora 18, ka shkruar ai. Përndryshe, projekti I fundit I Leos ishte Shuj Shuj, ku në videoklip e mori partneren e tij Leilën. Shami bang soj zamra, aja vleti amena. Zoom.